Në një pomp karburanti në Prishtinë, litri naftës kushton 1,25 euro. Vetëm pak metra më tutje, një tjetër pik ofron të njëjtin derivat për 1,28 euro. Çmimet e karburanteve në gjithë Kosovën të martën luhaten mes 1,23 dhe 1,32 euro për litër, njofton kryenaftëtari Fadil Berjani. Sipas tij, çmimet kanë filluar të bien si rezultat i shpalljes së armëpushimit mes Iranit dhe Izraelit. Tregjet nuk po e shohin më si të afërt rrezikun për një luftë të madhe apo mbylljen e ngushticës së Hormuzit, që është rrugë kyçe për furnizimin me naftë. Prodhimi i lartë nga SBA dhe kërkesa më e dobët nga Kina dhe Europa po e shtyn çmimin edhe më poshtë. Pavarësisht kësaj rënje të përkohshme, çmimet aktuale të derivateve në tregun kosovar mbeten dukshëm më të larta se sa paratensioneve në lindjen e mesme, kur varionin nga 1,12 deri në 1,22 euro për litër. Ato nisën të rritën nga frika globale se Tehrani do ta mbyllte ngushticën e Hormuzit, nëpër të cilën kalon rreth 20% e furnizimit ditor global. Shoqata naftëtarëve të Kosovës nuk ka dhënë koment lidhur me çmimet, por paralajmëron se situata mbetet e paqëndrueshme. Nëse armëpushimi prishet ose ka ndonjë sulm në zonat e naftës, çmimet mund të rriten sërish shumë shpejt. Ndërkohë Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka marrë vendim të martën për rregullimin e përkohshëm të çmimeve të derivateve, përmes kufizimit të fitimeve të lejuara për operatorët ekonomik. Sipas këtij vendimi, marzha maksimale lejuar për shitjen me shumicë deri në 2 cent për litër, marzha maksimale për shitjen me pakicë deri në 12 cent për litër. Vendimi që synon të mbrojë konsumatorët do të jetë në fuqi për një periudhë prej 3 muajsh. Shënjestër.net